Miq, në mbyllje të kësaj jave do të flasim me historianin Arben Lalla për zhvillimet e fundit politike në Maqedoni, në Shqipëri, në treva tona. Zoti Lalla, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Ju prej vitesh ndani jetën mes Elbasanit dhe Tetovës. Keni një njohuri mjaft të mirë për situatën në të gjitha trevat tona, por do ta nisim me vizitën e presidentit Begaj në Maqedoninë e Veriut. Pas kësaj vizite, nga mesazhet, takimet, fryma, mendoni që do ndryshojë diçka në jetën e shqiptarëve aty? Jo, unë besoj që është një vizitë më se normale. Shumë presidentë të Shqipërisë kanë ardhur këtu dhe kryeministri Sali Berisha e kanë në program. Edhe presidenti Bamir Topi ka ardhur këtej dhe më duket zoti Indjeri, zoti Nishani ka ardhur. Kështu që nuk është diçka për tash, është në program, domethënë çdo president bën këto vizitat në Kosovë, Maqedoni dhe tek shqiptarët e Italisë tek Arbreshët. Është pritur shumë mirë, sot ka qenë Tetov, në bashki, në një teqet madhe këtu që është edhe në Universitetin e Tetovës. Ajo që duhet të them bëri një gabim apo gaf zoti president Begaj, ku ka pas reagime të ndryshme, ku i ka quajtur shqiptarët në Maqedoni, shqiptarët jashtë trevave shqiptare. Pra, duke mohuar... Duke krahasuar me diasporën, ndërkohë që ata janë trevat në trojet e tyre. Po, ku ai ka ngatruar me diasporën, por ai nuk ka bërë ndryshimin, se në Facebook e ka shkruar dhe ka pas reagime, domethënë brenda 24 orëve që bëj korrigjimin, se mund të korrigjohet, gabime ndodhin në Facebook kur e shkruan dhe mund ta ashu. Jo shqiptarët jashtë trojeve shqiptare. Pra, shqiptarët e Maqedonisë nuk janë jashtë trojeve shqiptare. Jashtë trojeve shqiptare janë shqiptarët në Itali, Arbreshët, apo shqiptarë që kemi në Bullgari, 3-4 fshatra, apo diu në Ankara, apo Stamboll, për shembull, fjala vjen. Kjo ishte një gabim i tij. Nga ana tjetër është pritur shumë mirë dhe në takim me presidenten e Maqedonisë, ka shprehur presidenti ynë shqetësimin gjatë zbatimit të ligjeve dhe të marrëveshjeve, siç është zbatimi i gjuhës shqipe, gjë që është mohuar publikisht, kategorikisht dhe nga ministra e arsimit e Maqedonisë, është mohuar dhe nga komisioni që mbajnë provimet e jurisprudencës, që janë mbajtur dhe shqip dhe maqedonisht, tani duhet mbajnë vetëm maqedonisht. Unë e kam thënë dhe më parë që VMRO-ja kur vjen tregon forcën e saj të ekstremiste, duke i nënçmuar shqiptarët. Fajin e kanë edhe deputetët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët janë të përçam, shohin interesat e tyre personale apo janë dhe vasal të pushtetit Maqedonën sistemi, prandaj ndodhin këto që ndodhin. Pra, tek ajo që dhe ju keni shkruar, keni postuar edhe në rrjetet sociale që duket se shkoi shkurtur kur po e kërkojnë Aliun. Gjithmonë do të them, disa linja kishte më shumë pushtet dhe më shumë autoritet. Ndërsa tashmë në rastin e provimit të jurisprudencës, u duk sikur babai i Vlenit ishte Mickovski, ndërkohë që nuk u përfill fare as nga ministri i tij, pra ka humbur peshën. Do të them këtë që BDI-ja, domethënë 8 vitet e fundit apo 6 vitet e fundit të pushtetit të saj tregovi një tamam atë që duhet luajë rolin në mbrojtjen e identitetit shqiptar, në avancimin e shqiptarëve, nuk them se shqiptarët kanë ato që duhet i kenë në Republikën e Maqedonisë Veriut, do të them këtë gjë që shqiptarët kanë qenë më mirë në zbatimin e ligjeve të gjuhës shqipe gjatë kohës së Titos 74, 88 apo 85, kanë qenë ku gjuha shqipe dhe flamuri shqiptar ishte i barabartë me gjuhën maqedone dhe flamurin maqedone në gjithë territorin e Republikës të Maqedonisë Veriut. Pra, nëse do i bëjmë një krahasim gjatë kohës së Titos, që ishte gjallë Titoja, gjuha shqipe dhe flamuri shqiptar këtu ishte zyrtar, si në Shqipëri ishte dhe më i mirë, domethënë ligjet. Por faji ngelet tek ne, faji ngelet edhe tek heshtja e vazhdueshme dhe serviliteti i Tiranës, i deputetëve të Shqipërisë që nuk ngrenin zërin për shkeljen e drejtave të njeriut, paktën brenda kornizave që i lejojnë ligjet ndërkombëtare, edhe Shqipëria është se ka problem, se ka hallet e veta, që dhe këta kanë mbetur jetim, se tek e fundit duhet edhe pak presion nga Tirana rreth këtyre kryetarëve të bashkisë, sepse gjuha shqipe ati sa thjesht zbatohet në Republikën e Maqedonisë Veriut, paktën në komunat që udhëheqin shqiptarë, për shembull mes Tetovës, ti i ke dyqanet vetëm në gjuhën maqedonase tek maqedonasit. Pse atëherë? Dhe kryetari i bashkisë po të doj, zoti Kasami, me një ligj që zbaton ligjin, tabelat në dyqanet duhen dy gjuhë, dyqanet janë brenda teritorit, apo bileta autobusit brenda
linjës së brenda Tetovës, që është ndërmarrje e komunës së Tetovës, është vetëm maqedonisht, dhe ai mund të thotë s'mundet kështu. Pra faji është tek ne, e them dhe një herë, sepse jam 25 vite këtej, që maqedonasit i zgjedhin shumica shqiptarë të jenë lojal dhe mos e them atë që anti-shqiptar. Duhet të them, është e rëndë, por janë i zgjedhin me anti-shqiptar. Ende elementi patriotik shqiptar që mbron dinjitetin kombëtar nuk ka arritur të hyjë thellë brenda në strukturat shtetërore të Maqedonisë. Këta e ruajnë shumicën shtetin me ligje. Këtu ka shqiptar intelektual të aftë, me grada shkencore që janë shpallur non grata brenda strukturave dhe institucioneve shtetërore të shtetit. Pra, imagjinoni të ketë shqiptar i lindur këtu 200-300 vjeçar, profesor, doktor, e ka të ndaluar të punojnë në për ministritë e ndryshme, në institucione shtetërore. Pra, ky është shteti këtu. Provimi duket sikur u harrua, po tani më duket sikur tek nisma për ndryshimin pra tek arsimi i lartë, ka si synim edhe mbylljen e universiteteve shqiptare. VMRO-ja ka një qëllim, shkatërimin e çdo gjë shqiptare dhe çdo arsimi shqiptar. Çështja është sepse ata sulmojnë, mbrojnë vetveten duke shkelur shqiptar. Çfarë bëjnë tanët? Nëse tanët që janë qeveri do kishin pak dinjitet kombëtar, duhet ta praktikisnin qeverinë. Dhe mund t'i thoni, urdhoni, thoni. Shteti është juaj, bëni çka doni. Na lini rehat neve. Këtë gjë e ka bërë Kosova, ku praktikisnin institucionet shtetërore në Kosovë. Mani mend kur domethënë vitet 90-të që praktikisnin gjithë institucionet dhe universitetet në Kosovë që ishin, të Serbisë që i komandonte, në Kosovë i praktikisnin. Dhe këta duhet i praktikisin. Shqiptarët e Maqedonisë kanë gjendje ekonomike që privatisht mund të rezistojnë shumë vite. Dhe nëse praktikisnin institucionet shtetërore duke shkelur ligjet e gjuhës shqipe, duke shkelur dinjitetin kombëtar tëndin këtu brenda shtetit që është shtet formues ti, bën atë gjë që jep tronditë këtij shteti. Se është një shtet i brisht. Për 24 orë Maqedonia ekonomikisht përbëhet. Politikisht gjithçka dhe ushtarakisht. Nuk është një shtet që themi që pretendojmë neve në shtet i fortë. Është i brisht. Në krahasim me Shqipërinë është shumë i brisht dhe krahasim me Kosovën. Nuk kanë ekonomi, kanë borxhe të mëdha, 2-3 miliardë euro borxhe që në prill duhet t'i kthejnë rreth 700 milionë euro që duhet t'i kthejnë. Nuk kanë. Me zor i mbrin pagesat në datat që kthyen pagesat e rrogave shtetërore të administratës. Por si përfundim tek ligji do arrin qëllimit pra ligji i arsimit lartë me këto ndryshimet që janë bërë që synon edhe mbylljen e universiteteve duke i cilësuar 3 shumë shqiptare. Apo do ketë hasnë rezistencë? Po ta shikoni, ligji ka ekzistuar gjuhë shqipe dhe universitetet. Ata duan ta prishin, shqiptarët po e mbrojnë. Pra, gjithë kjo luftë do bëhet që ne të shkojmë pikërisht në pikën 0, mos kemi zhvillim. Pra, ne kemi pikën 0, këto duan ta çojnë minus. Pra, duan ta heqin ligjin për gjuhën. Atëherë si? Pra, ne nuk bëjmë përparim, po ngelim pomzat, këto hesin përsëri përpara me presionin se duke bërë këtë presionin e gjuhës shqipe këto zhvillohen vetë. Ka shumë probleme këtu, po. Dhe e fajnë e hedhë e klasë politike shqiptare, ke heshtja e intelektualve shqiptarë. Pra, përveç gazetarëve në Tetovë, të cilët bën një akt normal, një akt që i hoqin mikrofonat ministres, të tjerë pse duhet trinin afër asaj. Duhet largoheshin edhe rektori i universitetit dhe profesorët e universitetit, duhet largoheshin ta boshisin sallët, i thonin ne nuk pranojmë këtë formë. Domethënë një ministër që është mbi 65 vjeçë bën një arrogancë të tillë, jo përsëritur. Nuk është e parë dhe këta tanët rrinë si, më fal për shprehjen, kllufa. Rrinë si kllufa aty, si bufa rrinë. Largohu, ai po të ofendojnë gjuhën brenda shtëpisë tënde, brenda universitetit të Tetovës, në atë universitet është derdhë gjak. Unë kam qenë student aty universitetit. Bashkëshorti ime ka qenë student aty universitetit, kemi qenë për protesta në luftë që kemi mbrojtur. Atëherë vjen mua ti thotë s'ka këtu thot shqip. Tu vetëm maqedonisht, brenda shtëpisë tënde. Po, situata brenda dy kampeve të forcave politike tonat si është? Brenda BDI-s ditë e fundit ka pasur udhime të shumta që me kthimin e artan grupit mund të hapshë kuptije e zezë, ndërkohë që Vleni akoma nuk po gjen kush është kryetari, edhe nëse do bashkohet apo do vazhdoj të jetë shumë formacione ndryshme. Është shumë e keqe, do të them, uria e këtyre politikanëve tanë për qenë të parët gjithmonë. Janë shumë fali të gjej disa fjalë që nuk janë normale, vampira për karrikën e tyre.
Vleni do të jetë me 2 kryetarë paralel, me ja 5 nënkryetar, me ja 5 sekretar, domethënë një karrige secili dhe pjesa e BDI-s për çdo gjë Artan Grupi nuk është se do bëj diçka. Artan Grupi nuk duhet të kërkojë rreth parë sepse nuk ka bërë asnjë shkelje ligjore. Ai ligj që ai akuzohet është votuar nga qeveria, pra duhet hyrë në burg nga kryeministri, gjithë ministrët, pastaj duhet i vijë rradha zotit Grupi. Pra dhe herë, ato ngritin një proces falso që ta nënçmonin. Çështja është që shqiptarët këtu për 5 vite, ose dhe më shumë, janë prishur ekuilibrat e partive shqiptare brenda faktorit politik shqiptar. Nuk do kemi më faktor politik të shqiptar të shëndosh për 5 vite apo për 10 vite. Do me thënë siç kemi pasur dikur PPD-n, PDSH-n dhe BDI-n. Do i kemi shqiptarët në 7 parti me nga 2-3 deputet. Kjo është tragjike dhe nuk është problem. Ja u thash, këtu janë të uritur për karrige vetvete. Domethënë e shkelin këto njeriu në tyre që ai të jetë në një post karrikes. Janë interesant dhe politikanët këtu janë zgjedhur me konkurs shumica të jenë njerëz të paaftë dhe njerëz që vijnë nga kategoria e nivelit të ulët intelektual dhe familjar. Të flasim kjo është traditë intelektuale, nuk fillon shkalla që ngjitet. Këto janë brezi i parë për shkakun që kanë diploma. Apo ne kemi deputet hoxhallar, apo kemi deputet që s'ka punuar asnjëherë, punë e parë ka bërë deputet. Domethënë 40 vjeç, 30 vjeç deputet. Domethënë asnjë. Edhe me diploma jo të merituara, diploma që janë ble ashtu si janë ble në për shumë universitete të botës që ka shiten. Pra nuk kemi njerëz të merituar. Për fatin e keq ka rënë niveli i ulët i përfaqësimit të shqiptarëve. Edhe diçka te Artan Grupi, ju shikoni një marrëveshje në prapasken për dorëzimin e tij, dhe së dyti edhe Mickovski foli për një skenar që mund të ndodhte nëse do ishte një qeli. Unë nuk mendoj që ka ndonjë marrëveshje që zoti Grupi të rikthejë dhe të merrte atë vendimin burg shtëpiak, sepse nuk është njëri që ka bërë shkelje ligjore pra të që akuzohet, nuk flasim për gjëra tjera. Nuk besoj se ka një marrëveshje të tillë, por çdo gjë mund të ndodhi në Maqedoninë e Veriut. Gjykata, prokuroria janë në dorë politikës. Ktu nuk zbatohet drejtësia, ktu zbatohet oreksi politikës. Këne në Shqipëri po ka dhe një farë drejtësie që tu s'ka hiç kur zero. Nëse politika ka vendosur që ty të akuzojnë dhe të fusin në burg, ti duke qenë në asnjë vend në punë, në shtëpi pensionist thjesht, ti përfundon brenda natës në burg. Me akuzat dhe të tërheqin zvarr toja 10 vite që ti se merr veten kurrë, nuk ka zbatim e ligjit kështu. Do flasim për ndryshimet tashmë në Tiranë, në qeverinë e re, shumë ministra, gati gjysma e qeverisë, cilësuar nga shumë që si tërmet 7 ballësh, por si përfundim këto ndryshime pritet që ndikojnë edhe në raport me fqinjet. Ikja e Ballukut, Pirovëngut, ardha e ikja e Elisa Spiropalit, tek pjesa e diplomacisë që ju pak javë më parë keni akuzuar kryeministrin që shkatërroi diplomacinë shqiptare, ndërkohë që tashmë vjen Ferit Hoxha, por edhe ai shkuar në raportet me Greqinë. E gjitha kjo si na shkon për shtat ne, por edhe fqive. Këtu e kam fjalën për Greqinë. Do të them këtë gjë që zoti Rama, domethënë 4 mandate kryeministri do të mahet mend për shkatërimin e çdo Polona apo çdo marrëveshje të heshur politike shqiptare. Në radh parë ka prishur ekuilibrat fetare, kam thënë që në 2015-ën. Ekuilibrat fetar, politikanëve tanë, sepse ne kemi pas një marrëveshje të heshur duke patur disa besime fetare brenda Shqipërisë, duke patur që përfaqësimi të jetë të drejtë, ky i ka bërë, ka futur të zënë aty 2 priftrinj ministra, gjë që s'është e drejtë kjo. Priftrinj që njihen që marrin mesha, siç është protestant apo ai tjetri. Nga ana tjetër, po ja u them këtë gjë, që ka pas qeverisë, ka pas shumë qeveri Rama, qeveri që ka pas 67% ministra ortodoks dhe ato që vinë nga zona me rrënjë lidhje familjare nga Imara apo nga Saranda. Ka shumë emra. Të kalojmë ke kjo ana tjetër që Bulluku dhe Vengu njiheshin si lojtar të Greqisë, si lojtar të Greqisë, por të zbuluara në kohët e fundit, Rama i shkarkovi me qëllim që të bëjë zëvendësimin e tyre, e hoqi zonjën Spiropali sepse krijoi një autoritet ndërkombëtar,
por dhe një pakënaqësi në 2 vizitat e fundit në Athinë, që në vizitën që bërim fillim me diasporën shqiptare atje deklarovi që unë vi me rrënjë nga çamëria dhe të parët e mi janë përdhënë me dhunë nga këtu, dhe ka një rrënjë çamërie, nga gjyshja, nga nëna që themi, e ka një rrënjë pastër, edhe kur ajo mbajti atën karafilin e kuq, shkenjën e karafilave të kuq, që njihet dhe poezia karafili i kuqit çamërisë. Por që ja zoti Rama për orekset e Greqisë ja prishi karriera, sa është për mua karriera sa është mbyllur politikisht, përveç si deputete nuk mund të jetë më. Për orekset për këto lëvizja, pra vizita në Greqi e dogji. E dogji Rama se për mua Rama është lojtar i Greqisë dhe luan bukur, luan në tokë dhe mbi sipërfaqe hiqet si patriot me lëvizje të tilla këto, por është lojtar i shkëlqyer i Greqisë. Ai di vetë ato lidhjet që ka me Greqinë që nga viti 91, 92, 93 dhe zoti Berisha ja ka thënë që është i përpunuar nga ish oficerja e ambasadës greke në Tiranë në 93-94 Eleni nga Selaniku, është e njohur, dhe zoti Ferit Hoxha që ka ardhur, ka një të shkuar të errët, ka një akuzë të rënë që gjoja në thojze, e themi, ka humbur laptopi i sekreteve të natës diplomatike, gjë që ai laptopu gjën në duart e sigurimit rus, ka pastaj pikën e errët në marrëveshje që ka qenë të varrezave të ushtarëve grek gjatë kohës qeverisës së zotit Berisha, ka qenë në komision apo bisedimet në marrëveshjen e detin 2009 që zoti Rama këtë komision apo këto këshilltarë i çovi në gjyq, dhe sot e shohim ministër të jashtëm, një lojtar themun që përsëri është lojtari i Greqisë. Për fatin e keq, akoma ne nuk po çlirohemi nga grekët apo dhe fëqinj të tjerë që kanë pretendime territoriale në Shqipëri. Por Rama e ka të theksuar atën veprimin pro-grek, e ka të theksuar, na solli bustin e Miçotakësit aty që më ka përzënë dhe mu dikur në 93 me operacionin e nënçmimit, e them, Shesa, edhe shumë gjëra anti-shqiptare. Zoti Rama në histori do hyjë si anti-shqiptari më i madh. Tu do të jemi unë si historian, do ta shkruaj atë që është anti-shqiptari më i madh mas vitit 90. Ju thoni që tashmë ministri i ri i jashtëm ka vetëm 2 rrugë. Po, ka 2 rrugë. Një rrugë të tradhtisë për dhënien e detit pjesës shqiptare të detit jon në heshtje, po e përsëris dhe herë në heshtje. Unë kam frikë se Greqia e ka marrë në heshtje, sepse veç e ka deklaruar që ne e kemi marrë në 2025. Dhe nëse Spaku zbaton denoncimin që ka bërë zoti Rama në 2009-2010 për shitjen e detit jon, zyrtarisht, atëherë ai duhet hyjë në burg. Por duke ditur që Rama është një lojtar dhe në thojza e them i pabes, që i fut në burg bashkëpunëtorët e tij, se e ka treguar koha, futi në burg Sajmir Tahirin, e Delenisi, ja prishi familjen gjithçka strese, futi në burg Erion Velin, se mendoni u Spaku. Atëherë bullukun si doli 3-4 muaj e mbrovi me çmimin më të madh dhe akoma vazhdon ta marrë zoti Rama. Më vjen keq që them dhe ka shumë dokumenta, shërbimet e huaja, partnerët të Shqipërisë, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Turqia, siç është Italia, Gjermania, kanë fakte të atashme të zotit Rama. Ne mendojmë se duke ecur ne me ato telefonat në xhep mbyll nuk na vështrojnë ato mëdhenj. Ne jemi shumë të vegël përpara Shtetit të Bashkuara të Amerikës, përpara gjermanëve. Dhe kanë dosje dhe Gjermani, nëse zoti Rame e rregullon me vajzën e Trumpit, ashtu siç flitet për 250 milion euro, atëherë s'të lej Gjermani, se ka përplasje politike Gjermani me SBA. Unë jam i vogël që t'i them këto gjërat, t'i hap ato. I din ato të shërbimit shqiptar. Pyetja është e zotit Rama, ku është i shefi i Shishit? Helidoni, është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë mund të flasë atje gjatë bashkëpunimit që ka pas me zotin Rama dhe aparatet e përgjimit që ka pas në vitet që drejtonte Shishin? Vetëm pyetja thjesht. Vetëm logjikat na punojnë. Po zoti Vishko që ka qenë shefi i Shishit, çfarë ka thënë atje ku ka qenë ambasadori i NATO-s gjatë viteve për përgjimet e tyre tjerave? Dhe mos flasin edhe shumë personalitete tjera. Se çfarë mendojmë neve, se këta ikin dalin pension këta funksionarët e lartë të shërbimit shqiptar, shkojnë atje në Amerikë dhe atje kënojnë pastaj. Ky këtu, sa atje s'ke, po shkova atje, nuk lehen ato pak nduar. Ju thoni që Rama më shumë tremet grekëve se amerikanëve. Tashmë, duke qenë se ju ja shkruat parathënien edhe ministrit të ri,
Si është fati i çështjeve të tjera tona përveç asaj deti që ju e tha që keni frikë se ajo është mbyllur? Fati edhe një herë, djesa mbi kokat tona rri harxhari i politikës greke, rri ligji i luftës që mban Greqia, rri sekuestrimi pronave shqiptare në Greqi që janë të konservuar me ligjet greke, dhe po ja them, unë kam informacione kohët e fundit që Greqia po fillon për herë të parë të shesi pronat e shqiptarëve në Greqi palëve të treta. Se deri dje ka pas me ligj, ato janë të konservuar. Nuk mund të shfrytëzohen, por nuk mund shiten. Më ka rënë në dorë 2 dosje të tokave të mëdha të fshatrave në Çamëri që po ushiten palëve të treta dhe të huajve që vinë ato tokat mëdha për biznese, për fabrika, për këto gjë që është. Pra, Rama i ka frikë grekët dhe do t'i ketë dhe kur flen gjumi ka frikë grekët. Ai e di pse i ka frikë grekët. Nuk e di çfarë ka ndodhur gjatë viteve që ka qenë në Greqi me familjen e tij se ka qenë atje në Greqi, në fillim të viteve 90, por për fatin e keq Greqia vazhdon me ligjin e luftës. Rama, nëse do ishte diplomat i mirë, politikan i mirë, me afërsinë që ka me Mitsotakis dhe me politikanët e tjerë grek, ai duhet të hiqte ligjin e luftës që hiqet. Është shumë e thjeshtë. Se disa herë është hequr me votim qeveritar ligji i luftës, por deputetët se kanë votuar që ta heqin. Pra atëherë si 2 shtetet NATO-s neve antar që mbrojnë njëri tjetrin, ku qielli kufitari joni mbrohet nga aeroplanët e ushtrisë greke zyrtarisht nga NATO-ja. Pra, domethënë territori i Republikës Shqipërisë mbrohet zyrtarisht nga aeroplanët e ushtrisë greke që kanë dhe flamurin e NATO-s. Pra jemi në gjendje lufte, ndërkohë që avionët janë qiell dhe na mbrojnë. Për ta mbrojtur me ligjin si antar të NATO. Dhe ai fare thjesht e ka si kryeministër një letër komandës së përgjithshme të NATO-s, që është ky ligj i luftës që mbajmë ne, sepse është interesante të zgjatem këtu. Greqia dhe Turqia janë bërë antar të NATO-s në momentin e njëjtë, në orën e njëjtë, në minutën e njëjtë, me qëllim që 2 vendet mos e pengonin njëra tjetrën. Pra, mos e pengonin njëra tjetrën, kjo është shumë normale. 2 vende që kanë probleme i pranojmë NATO dhe zgjidhen probleme, dhe i zgjidhen, ato nuk kanë probleme, as ligj lufte. Pra Greqia pse ka? E dëgjoj për herë të parë atë që ju thatë pak më lart, do ju pyesja se e kisha lexuar në postimet tuaja që ju keni informacione, por diçka më shumë përtej asaj që thatë për shitjen e pronave të shqiptarëve të Çamërisë në Greqi nga sekuestra konservative pra. Më ka rënë thash se ka shumë, ne kemi shumë çam ortodoks atje, grek që na ndihmojnë me dhëna me këto dhe kanë shprehur shqetësimet që po shiten pronat e muslimanëve shqiptar të atje të Çamërisë, me harta, me gjitha, janë shitur 2 pronat më dhaja deri tani që ne disponojmë ato, bile po ju them gjenden afër rrugës Egnatia që kalon në Çamëri, domethënë nga Janina e Tutje. Për fatin e keq shteti shqiptar flek gjumë, ne tregojmë miqësi, servilizëm ambasadorët tonë apo konsullatët shqiptare në Janin, që duhet tregojë disa. Këto janë prona në sekuestra të konservuara, pra nuk mund shiten, mund të shfrytëzohen, po jo të shiten. Pra shteti është një moment i mirë që institucionet shqiptare të reagojnë. Ndoshta se kanë ngritur zërin më përpara për çështjen, por për atë që është e bllokuar të reagojnë. Po institucionet shqiptare nëse s'kan informacion duhet më thresin pse ti jep këto deklarata, nga i ke këto të dhëna, dhe është normale një shtet si një shteti që e do shtetin e tij, dhe institucionet shtetërore duhet i japi të dhënat e tij shtetit e tij që shfrytëzohen, sepse kjo është mbrojtje e shtetit tënd, e vendit tënd, atij që ti i përket me kombësi, me shtetësi dhe me gjithçka. Megjithatë Fredi Beleri ishte i kënaqur që Ferit Hoxha do të ministri i jashtëm. Kjo është më interesante, pra urimi i parë i ka ardhur nga eurodeputeti hidrauliku Alfred Dionis Foti Beleri, është me 3 emra, zyrtarisht, ka 3 emra, ka dhe Foti, ka dhe Dionisis, ka dhe Alfred. Ne thrasim shkurt Fredi, pra i pari që ja urovi zotit Ferit Hoxhës postin e ministrit jashtëm të Republikës Shqipërisë. Kjo është shumë domethënëse. Por që të gjithë neve kemi një rrugtim, dhe në fund të këtij rrugtimi të jetës duhet i bëjmë hesapin se çfarë do lejmë pas. Do lejmë tradhti, do lejmë heshtje apo do lejmë shkëlqim. Po ja them që zoti Rama dhe politikanë të tjerë, edhe qoftë zoti Ferit Hoxha deri sot kanë lënë errësirë, tradhti për mua, tradhti kombëtare se ti bësh dëm shtetit tënd, është ti bësh dëm shtëpisë tënde. Kështu që është interesante që urimi i parë ministrit jashtëm ka ardhur nga Fredi Beleri. Dhe besoj që takimin e parë do ta bëjmë me Fredi Beleri dhe do bëjmë edhe një fotografi ku jemi dëshmitar që Fredi Beleri është shumë aktiv
me pasaportën e tij eurodeputet në Parlamentin Europian që kritikon Shqipërinë, e nxin Shqipërinë me fjalët, me fjalimet e tija, me ato bllablat e tija. Kjo s'është gjë e mirë, shteti shqiptar duhet ta thrasë atë sepse është shteti i Republikës Shqipërisë me Dibelej, se e bal mbi Shqipërinë, mbi këtë vend që ti ke shtetësinë, ke pronë, ka një restoran shumë madh në Himar, ndoshta është mbi 2 milion euro vlera atij të restorantit dhe shumë prona tjera atje që si ka të fituara me djersë. Po përtek kësaj, edhe nga postimet tuaja pak javë më parë ishte te aktivitetet për ta shkëlqyer Vorja e Pirë, ndërkohë që edhe një deklaratë që ju e keni postuar, Facebookun e keni thesar me materiale që postoni, ai flet për 260.000, në mos gaboj 260.000 grek në Shqipëri. Apo gabohem? Greqia ka qenë një emision ke BBC në vitet 2000 apo 98, ku thoshin grek kemi 300.000, vllek kemi 250.000, Egjiptës kemi 300.000, edhe shqiptarët mbetën në pas matematikës 50.000. Nuk e di Fredi Beleri të qua në Vorje e Pirjot, sepse edhe unë jam nga Gjirokastër, nga disa Gjirokastër është në Vorje e Pirë që i thonë ata në Epirin e Veriut, pra dhe unë jam Vorje e Pirjot, po s'jam grek. Pra ato e llogarisin që të gjithë banorët e jugut Shqipërisë janë grek. Kjo është smundje psikologjike e mesjetës e grekëve. Por dhe njerë ka grek shumë mirë, mendje të hapura, qoftë deputet, intelektual, që tallen me këto. Ja, ne e pam këtër, bëm festimin e autonomisë së Vorje e Pirit 112 vjetori në Athinë dhe kishte shumë pak njerëz, ishin vetëm për fatin e keq atyre dhe 200 veta dhe 100 veta ishin rinia ortodokse greke e Greqisë. Dhe ato dalloheshin se grekët në Greqi zbatojnë ligjet shumë mirë. Mbanin flamurin e Greqisë, jo flamurin irredentistë të Vorje e Pirit. Sepse si shtetës Greqisë ato nëse marrin flamurin e i shpallin non grata dhe nuk i lejmë të hyjnë në Shqipëri. Dhe ato ishin dhe tagimit art, ishin një nga drejtuesit që doli edhe me zotin Dule një fotografi qaf për qafe, një njeri i agimit art që agimi art në Greqi është shpallur terroriste, është mbyllur si organizat, si parti, ky ka bërë dhe disa muaj i burg, edhe ka shtaku me zotin Dule. Dhe organizatorët janë këta. Unë e kam thënë dhe them, shumica e pakicës kombëtare greke, domethënë pakica kombëtare greke është paqëruese dhe është pro Shqipërisë dhe shqiptarëve, se ne kemi shumë martesa. Mund të them 98% e duan Shqipërinë dhe shqiptarët, 2% është, plus i shtojmë dhe ta vasalët tonët që marrin siç janë këta Timarës, Korçës, ndoshta dhe Elbasanit, që para arsye ekonomike. Grupacionin brenda minoritetit. Shiko, minoriteti i vërtet që është njohur tashmë në dropull i vërtet, 98% nuk janë agresiv dhe nuk janë ekstremistë, përsëris gjithë edhe herë të dropull, edhe pjesa më e madhe e Sarandës. A e di se kush e për vasalët, shqiptarët ortodoks që duan të bëhen grek, vllehët që duan të bëhen grek. Për shumë unë kam pas këto 10 ditët e fundit mbi 200 SMS në Facebook privat kërcënime, me Facebook falso, me Facebook hakur dhe kur kemi zbuluar një Facebook ishe kryetari i Omonjas së Korçës në Athinë që më ka kërcënuar. Edhe çfarë i bëj unë atyre? A e kupton njerëz që pretendojnë se përfaqësojnë pakicën kombëtare greke. Pra, pakica kombëtare greke nuk e meriton përfaqësim nga rrugaç, kërcënues, njerëz në nivelin e mesatarës që kanë pretendime territorial që dhe gratë po ja u them që unë nuk jam njeri që përmend fen, fen unë nuk e quaj eksaktim rraftash, që gratë i kanë muslimane. Bile ka qenë një minoritar ku bëri një aktivitet anti-shqiptar dhe unë i thash ish në kryetar i Partisë së Vangel Dulës 15 dhe ke gruan çame, se ata nuk ekzistojnë çamët. Dhe unë i thash ti gruan e ke çame, se ishe nga Elbasani, edhe ky edhe gruaja. Pra te ti thua nuk ekziston, ne kemi shumë martesa të përzime, brenda familjes, brenda rrethit familjar, brenda rrethit shoqëror, dhe atëherë ne duhet vritemi me njëri tjetrin, por janë segmente që paguhen nga sigurimi i Greqisë, nga shteti grek, edhe sidomos nga Rusia, që nxisin këtë miqësi apo këtë vllazëri apo këtë krushqi shqiptaro-greke. Për ta mbyllur dhe diçka kam se gjithçka që tham në momentin siç e keni thënë dhe ju në bisedat e kaluara që Turqia nis një anije këtej me një emër që grekët më pas bën që të tërhiqen. Pas atij takimit fundit në Ankara, por edhe tani në vazhdim ju si shikoni raportet? Turqia bën sa mundet për të mbrojtur një pjesë, domethënë për të mbrojtur Shqipërinë pa një marrëveshje, kanë përgjithë disa herë, një marrëveshje të përjetshme të 15 vjetorit
1923 ku Shqipëria ka qenë vendi i parë që ka vizituar atëre Turqinë Republikë dhe Kemal Atatürk dhe e ka njohur si Republikë atëre, pra duhet jemi kujdesshëm, ne kemi qenë të parët dhe ka një marrëveshje të përjetshme ku hasmi jon është dhe hasmi atyre, ku hasmi atyre është dhe hasmi jon. Dhe gjithmonë Turqia bëhet një mbrojtje jo nga ana fetare, sepse nëse ti shikojmë, Turqia ka respektuar të gjithë kryeministrat shqiptar, qofshi ortodoks, i ndjej Fatosnano ka qenë dëshmitar me të ndjejmë Berlusconi në martesën e vajzës Erdoganin vitin 2002, mos gaboj. Po dhe Edi Rama ka marrëdhënie të mira. Pra këto janë marrëdhënie shtetërore, marrëdhënie të interesave të mëdha. Prandaj them që Turqia gjithmonë do jetë në krah të shqiptarëve dhe jo vetëm të shqiptarëve, por të shumë vendeve tjera që duan paqe, duan ato dhe Turqia i tregovi vendin Greqisë. Erdogani i tha ne kemi një casus belli, tha të votuar në 95-ën që ju nëse kaloni vitin e kuq ne u shpallim luftë. Dhe këtu është ajo ngërçi që është midis Greqisë edhe Turqisë, që nëse ju bëni 12 milje të detit në Egje, ku jemi marrë vesh 6 milje, këta nëse shpallin 12 milje me Turqinë, këta kanë vajt brenda në Izmir, në qytet, jo në Bregdet, po brenda, se deti aq është kufirin, dhe u shpallin luftë. Prandaj atë ndër dhe ne kemi, thash, nuk kemi vetëm marrëdhënie të mira me Turqinë, kemi edhe me Greqinë dhe këto. Po Greqia mban ligjin e luftës dhe pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Kurse Turqia nuk ka ligj lufte me Shqipërinë dhe nuk ka pretendime territoriale me Shqipërinë. Qoftë që edhe Turqia nuk fus hundët në punë të brendshme tona, qoftë në aspektin fetar, themi, qoftë në aspektin politik. Më tregoni një ministër dhe një deputet që kanë ndjenja ekstremiste dhe të hapura pro Turqisë. Pra ne kemi kaq vite Parlamenti i Shqipërisë, më tregoni një deputet që del me flamur si dalin ata tonët PD-s dhe PS-s, Greqia, jam këtu, edu ashtu. S'ka asnjë. Tregoni një ministër që është pro turk. Por shkoni pyesni, qoftë dhe zonjën Nikola, ish kryetaren e parlamentit, si është respektuar dhe pritur në Turqi. Pyesni edhe Spiropallin, siç janë respektuar të gjithë delegacionet tona. Gjë që nuk respektojnë në Greqi kështu, po respektojnë me nënçmim. Zoti Valla, të falenderoj shumë për bisedën dhe gjitha çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe juve, të kemi të shtunë diell të mbar. Gjithashtu dhe për ju. Fundjavë të këndshme.